Marshimin e Bedr. Po afroi koha tashmë që Ebu Sufjani të kthej me të gjitha mallrat, të cilat ai dhe shoqëruesit e tij kishin marrë në Siri. I dërguari dërgoi Talhain dhe kushëririn e Umerit, Saidin, djalin e Zeid Hanifit, në havra Buzdetit, në perëndim të Medinës, që t'i sillnin lajme më të mbërritur karvani. Kjo do t'u mundëson të përmes një marshimi të shpejt në jugperëndim që të arrinin më poshtë gjatë brekut. Dy zbuluesit e tij u mikpritën nga një kryetar Gjuhejnas që i fsheu në shtëpinë e tij gjersa kishte kaluar karvani. Por ai dhe ata mund t'ja kishin kursyer vetes mundimin, sepse dikush në Medinë, padyshim një nga hipokritët ose një nga qifutët i kishte quar tashmë fjalë për planet e të dërguarit Ebu Sufjanit, i cili pajtoi me njëherë një njeri nga fisi Gifari, i quajtur Demdem, që të shkonte me të shpejtësinë në Mekë e t'i nxiste Kureshët të marshonin në qast me një ushtri për t'i shpëtuar, ndërsa vetë qante para rrugës bregdetare, duke udhëtuar ditë e natë. Por nuk ishte vetëm ai në urgjencë. I dërguari kishte arsyet e tija për të dëshiruar të rinte në Medinë, sa më gjatë ishte mundur, sepse vajza e tij e dashur Rukaja ishte sëmurë seriozisht. Por konsideratat personale nuk mund të merreshin parasysh, dhe në vend që të rrezikonte të vonohej së tepërmi, ai vendosi të mos priste as kthimin e zbuluesve. Kur ata mbërritën në Medinë, ai ishte nisur me një ushtri muhaxhirësh në Medinë dhe të gjithë prej tyre ishin të pranishëm në këtë rast përveç treve. I dërguari i kishte thënë dhëndrit të vet, Uthmanit, të qëndronte në shtëpi e të kujdesej për të shoqën e Semur. Dy të tjerët ishin Talhai dhe Saidi, i cili u kthye tepër vonë nga Bregdeti për t'u nisur. Të ndalesa e parë që binte ende në oazë, kushëriri të dërguarit Sadi i Zuhrejve vuri re se vëllai i tij 15 vjeçar, duke i trazuar e sikur fshihej dhe e pyeti si ishte puna. Kam frikë, tha Omeri, se Resulullahu do më shoh dhe do të thotë se jam tepër i ri e do të më kthej, kurse unë jam ëndje të shkoj përpara. Ndofta Zoti më jep shahadetin. Si shtruar, i dërguari e Pekasi e rreshtoi trupat dhe i tha se ishte tepër i ri, duhej të kthej në shtëpi. Por Umeri qau, dhe i dërguari e la të rinte të merrte pjesë në ekspedit. Ai ishte aq i ri, tregonte me vonë Saidi, sa që me duhej t'ja lidhja unë ripat e brezores së shpatës. Ishin 70 deve që niseshin me turne, 3-4 vetë për secilën, dhe 3 kuaj, njëri nga të cilët i përkiste Zuberit. Flamuri bardh ju dha Musabit, padyshim nga se ai ishte i klanit të Abdud Darit, e drejta fisnore të cilit ishte që të mbante flamurin e Kurejshëve në luftë. Para rojes, binte veti dërguari i paraprir nga 2 sinjalizues të zinj, një për emerguesit e një për ndihmuesit. Këta mbashin nga Aliu, Esad ibn Muadhi, i efseve përkatësisht. Gjatë mungesës së të dërguarit nga Medina, në namazë do të printe ibn Maktumi, i verbri i përmendur në shpadjen. Ai u vrejt dhe u kthy me njan kur i erdhi verbri. Në Mekë, pak para kthimit të Demdemit, hallat e dërguarit Atika pati një ëndër që e lebetiti dhe e la me bindjen e një belaje të afërt për Kurejshët. Ajo e thirrë të vëllain Abbasin dhe i tregoi çfarë kishte parë. Pash një burr që niste një deve dhe ai ndaloi në luginën e thiri me zë, sa kishte.
Nxitoni pra, o njerëz të Babes, në një bela që do t'ju përdhes pas 3 ditësh. Pash njerëzit të mblidheshin rreth tij. Atëherë ai hyri në xhami me njerëz nga pas. E prej mesit të tyre, deve atij e çoi deri në majën të Qabës, dhe ai thiri të njëjtat fjalë. Atëherë deveja e mbajti në majën e malit e Bukubejs. Dhe ai u thiri prap njerëzve si më parë. Atëherë shkuli një shkëmb dhe rokullisi potershëm të poshtë. Dhe kur mbërriti rrezën e malit, ai u nda copash dhe nuk mbeti shtëpinë e Mekë pa u goditur nga njëra prej tyre. Abasi ja tregoi ëndrrën e motrës djalit të Utbes, Velidit, të cilin e kishte shok, ndërsa Velidi i tha të atit, e lajmi mori dhënë. Të nesërmen e Buxheli deklaroi në praninë të Abasit, më shpoti: O bitë Abdul Mutalibit, që kur shqiptoka mes jush profeci kjo profete, a si mjafton që burrat tuaj të bëjmë si profet? U dashka që edhe gratë të bëjnë kështu? Abasi nuk gjeti gjevap, por e Buxheli e mori përgjigjen të nesërmen, kur shkrepat e Bukubejsit gjëmuan me zërin e fuqishëm të Demdemit. Njerëzit vëshuan nga shtëpit dhe xhamia drejt luginës, ku ishte ndalur ai. Ebu Sufjani e kishte paguar majmur, dhe ai ishte i vendosur ta luante rolin mirë. Ai e kishte kthyer mbrapsht Samarin dhe ishte ulur me shpinë nga koka e deves. Dhe si shenjë e mëtejshme, xhame i kishte prerë hundën deves, kështu që nga ajo kullonte gjak, dhe ai kishte qerë këmishën e vetë ripa. Burra Kurejsh, bërtiti ai. Deve të transportit, mandar që keni të Ebu Sufjani, Muhamedi dhe shoqëruesit e tij, u a kanë mësyrë, ndim. Qytetin e përfshiu me njëherë poterja. Karvani i rrezikur ishte prej më të pasurve të vitit, dhe ata që kishin arsye t'i drueshin humbjes së tij ishin të shumtë. Një ushtri prej rreth 1000 vjetash u mblodh me shpejtësi, pande Muhamedi dhe shokët e tij se ky do të jetë si karvani i Ibn el Hadramiut. Ata thanë, duke u referuar Amrit, bashkëfederuesit të Abdushemsëve që ishte vrarë nga një shigjet gjatë muajit të shenjtë në Nahla. Klani Adiut ishte i vetmi që nuk mori pjesë në ekspedit. Çdo kryetar fisi u dhehoqi një kontingjent përveç Ebu Lehebit, i cili dërgoi në vend të tij një mazumaz i cili detyroi të holla. Por Hashimit të Mutalibet kishin prap interesat e karvani që u ndjen të detyruar nga nderi që ta mbronin. Kështu që Talibi u dhehoqi një grup burrash nga secili klan dhe Abasi shkoi me ta, base me njetin për të vepruar si pajtues. Hakimi e Sedeve, nipi i Hatixhës, doli me të njëjtin qëllim. Ashtu si Ebu Lehebi dhe Umeja i klanit, Gjuma kishte vendosur të rinte në shtëpi, sepse tani më ishte një i moshuar të jetë i bërshëm, por të krinte ulur në xhami, i erdhi Ukba, më një të mjanis, të cilën ja vuri përpara dhe tha: "Lyjo në të, Ebu Ali, se je prej grave, Zoti të mallkoft", i tha Umeja, dhe u përgatit të dilte me të tjerët. I dërguari tashmë kishte lënë rrugën e direkte nga Medina në jug dhe ishte drejtuar nga Bedri, që shtrihej në rrugën bregdetare nga Siria në Mekë. Në perëndim të tij, pikërisht në Bedër, shpresonte ai t'i zinin prit e Ebu Sufjanit. Dhe ai dërgoi përpara 2 nga latët e tyre të fisit Gjuhejne, të cilët e njihnin atë vizë mirë, që të zbulonin lajme rreth karvanit. Në Bedër ata ndaluan të një kodër mbi pusin
dhe kur shkuan të nxirrnin ujë dëgjuan një bisedë rreth një borxhi midis dy vajzave të fshatit. Karvani do të vinë nesër ose pas nesër, i tha njëra shoqës. Unë do të punoj për ata e do të paguaj çka të detyrohem. Kur dëgjuan këto fjalë, ata nxituan mbrapa tek i dërguari me haberin. Por po të kishin qëndruar pak më gjatë, do të kishin parë një kalorës të vetëm dhe ki afroi pusit nga perëndimi. Ishte vetë Ebu Sufjani, i cili kishte nxituar përpara karvanit, për të parë nëse ishte sigur të vazhdoj për në Mekë përmes rrugës më të afërt Bedrit. Kur mbërriti tek uji, ai takoi një fshatar dhe pyeti nëse kishte parë ndonjë të huaj. Ai u gjegj se kishte parë 2 kalorës që ishin dalur në kodrën më lart dhe të cilët kishin mbushur ca ujë dhe kishin marrë me vete. Ebu Sufjani shkoi në vendalesën e tyre dhe mori ca ple deveje të cilin e qau copash. Në to kishte përtham hurmash. Pasha Zotin, tha i, kjo është Taxhi i Thribi. Ai nxitoi mbrapsht e ndjekësit e tij dhe duke menjanuar karvanin nga rruga, vazhduan me tërë shpejtësinë përgjatë bregut të detit, duke lënë Bedrin në të majt. Ndërkaq, gjizbuluesit e kthyen të profeti, me lajmin se karvani pritej të mbërrinte në Bedr, të nesërmen ose të pasnesërmen. Ata do të ndaleshin patjetër në Bedr, që kishte qenë për atë gjatë ndalesë në rrugën midis Mekës e Sirisë, dhe kishin kohë boll për t'i befastuar në poshtur. Erdhi lajmi se Kurejshet ishin nisur me një ushtri për të shpëtuar karvanin e tyre. Kjo ishte parë si e mundur gjithmonë, por tani që ishte bërë fakt, i dërguari pa se duhej të këshillojë më të vetët, dhe ata të zgjidhin a të përparonin apo të tërhiqeshin. Ebu Bekri dhe Omeri folën në emër të emerguesve që të bënin përpara dhe pastaj, duke konfirmuar gjithçka që ata kishin thënë një aleat i Zuhrejve, që kishte ardhur në Medinë, vetëm se fundmi e quhej Miktat. U ngrit në këmbë dhe shtoi: O i dërguari i Zotit, bëj çka ka treguar Zoti të bësh. Ne nuk do të themi, siç i tha bijtë e Izraelit, Musait, shko ti dhe Zoti yt e luftoni, ne po ulemi këtu. Por do të themi, shko ti dhe Zoti yt e luftoni, dhe me ju do luftojmë edhe ne, majtës e djatës, para mbajsteje. Abdullah ibn Mesudi e kishte zakon të tregonte vite pas betejës për dritën e madhe që agoi në fytyrën e të dërguarit, kur i dëgjoi ato fjalë, dhe se si e kishte bekuar ai folësin e tyre. Jo se ishte habitur, sepse e dinte që mërguesit ishin më të parezerva, por a mund të thuaje e njëjta për të gjithë ndihmuesit e pranishëm. Ushtria ishte nisur nga Medina, me shpresën për të kapur karvanin, por tani dukej se do të duhej të takonin diçka shumë më të frikshme. Veç kësaj, kur i kishin dhënë besën në Akaba, ndihmuesit kishin thënë se nuk ishin përgjegjës për sigurinë e tij, se pa hyrë në territorin e tyre, por që kur të ishte me ta, do ta mbronin siç mbronin gratë dhe fëmijët e tyre, a do të ishin ballë të gatshëm ta ndihmonin kundër një armiku, tani që nuk i ishte më në Jethrib. Burra, më jepni këshillën tuaj, tha ai duke folur në përgjithësi, por duke nënkuptuar ndihmuesit, disa nga të cilët ja kishin kapur mendimet, do se pa folur asnjëri, por tani Sad ibn Muadhi u ngrit në këmbë. Duket se ne jemi burrat në fjalë, o i dërguari i Zotit, dhe kur i dërguari pohoi, ai vazhdoi: Ne kemi besim në ty, dhe besojmë çfarë na ke thënë, dhe dëshmojmë se na ke sjell të vërtetën. Dhe kemi dhënë besën obliguese për të dëgjuar e për të bindur. Ndaj bëj çfarë dëshiron, ne jemi me ty. Pasha atë që të ka nisur me të vërtetën, nëse në urdhëron të kalojnë detin në zhytesh vetë në të, ne do të zhytemi në të me ty. Asnjë nga ne nuk do rinte pas.
Nuk jemi kundër përbandjes me armiku nesër. Jemi të sprovuar në luftë, të besuar në luftim. Dofta Zoti ta tregon guximin ton, duke të sjellë freski për syt. Ndaj prina me bekimin e Zotit. I dërguari u gëzua nga këto fjalë. Dhe atij i erdhi siguria se atyre do të duhej me të vërtetë ndesheshin me ushtrit, o me karvanin, por jo me të dy. Përpara, tha ai, dhe ka smenduni se Zoti i të lartësuar me ka premtuar njërin nga të dyja, dhe thua se i shormi ishte përdzesur, pse ishin të përgatitur për më të keqen. Ata ende shpresonin se do të sulmonin karvanin, dhe të ishin të padëmtuar në kthimin e tyre drejt Medinës, të pasuruar me prej robër përpara se të arrinte ushtria Kureshëve. Por kur kishin bëritur një ndaresë më pak, si një ditë mashim larg Bedrit, i dërguari kaleroi me Abu Bekrin dhe mori informacion nga një plak, për të cilit konkludoi se ushtria mekase tashmë ishte afër. Duke u kthyer në kamp, ai priti derisa ra nata dhe dërgoi 3 kushërirët e tij Aliun, Zubairin dhe Sadin me disa nga shoqëruesit e tjerë të tij të fusi i Bedrit, që të shihnin nëse ushtria ose karvani, apo të dy kishin mbushur ujë prej tij, ose nëse ndokush atje kishte lajme për cilën do palë. Te burimi, ata hasen 2 burrat që po ngarkonin devet me ujë për ushtrinë e Kureshëve dhe pasi mposhtën i sollën tek i dërguari, i cili po falej kur ata mbërritën. Pa pritur, gjersa të kishte përfunduar, ata filluan t'i merrnin në pyetje 2 burrat, të cilët thanë se ishin ujtarët e ushtrisë. Por disa prej hetuesve të tyre preferuan të mendonin se po gënjenin, sepse shpresonin me zjarr që t'i kishte nisur Ebu Sufjani për të marrën ujë për karvanin e nisën t'i rrinin, gjersa ata thanë, jemi njerëz e Ebu Sufjanit, dhe i lanë të qetë. I dërguari bëri përdesjes mbyllëse të lutjes së tij, e dha përshëndetjen e paqes, pastaj u tha, kur ju thanë të vërtet i rahet, dhe kur ju gënjën i la të qetë, ata janë vërtet të ushtrisë Kurejsh. Pastaj u kthye 2 robërve. Me tregoni për Kurejshët ku ndodhen. Janë pas kësaj kodre, thanë ata, duke treguar ka Akankali në shpatin e largët e luginës Matan. Sa janë, pyeti ai. Shumë, i thanë, pa mundur të përgjigjeshin do pak më saktë. Kështu që ai pyeti sa kafsh kishin therrur. Ca ditë 9, ca ditë 10, ishte përgjigja. Atëherë duhet të jenë mes 900 dhe 1000, tha ai. Dhe cilat prijes Kurejsh janë mes tyre? Ata mëruan 15 që përfshinin nga Ebu Shemset, vëllezëri Utba e Shiba, nga Neufelet, Harithi e Tuejma, nga Abdudarët, Nadri, që kishte vend përballë për radhat e tij të përsisë ndaj Kuranit, nga Esedët, gjysmë vëllai i Hatixhes Neufeli, nga Mazumet e Buxheli, nga Gjumahet Umeja, nga Amirët e Suheli. Pasi dëgjoi këta emra të spikatur, i dërguari i vërejti teksa ju ribashkuan në vetvete. Meka ju ka hedhur kafshatet më të mira të maqisë së saj. Nuk ju desh shumë që lajmi i ushtrisë, për 1000 vetësh, mbërritje Ebu Sufjanin, i cili tashmë kishte arritur një pikë nga ku shpëtimtarët e tij ishin mes tij dhe armikut. Duke parë se tashmë karvani ishte i siguruar, ai u dërgoi një lajmtar Kureshëve me fjalët: keni dalë të mbroni devet, njerëzit dhe madhrat e juaja, dhe Zoti shpëtoi ndaj kthehuni. Ky mesazh ju arriti kur ata tashmë kishin pushuar në Gjufa, paksa në jug të Bedrit. Kishte edhe një arsye pse nuk duhej të bënin përpara më tej. Tërkamtit i kishte rënë ngrysja për shkak të një ëndra, thuajse vizioni që kishte patur Gjuhejmi i Mutalibëve. Në zgjendër pash një burr të afroi kaleruar, duke i prirë një deveje. Pastaj ndaloi dhe tha: të vrarë janë Utba e Shejba,
dhe Ebul Hakami Umeja, dhe vazhdoi të përmendte prisat e tjerë Kurejsh që kishte emëruar kalorësi. Pastaj, tha Gjuhejmi, e pa 7 të deve në gjoks dhe lëshoi pa frenë nëpër kamp, dhe nuk pati tend që nuk u njollos me gjakun e saj. Kur Ebu Gjelit ja treguan këtë, ai i tha në një shpoti nga dhenjuese: ja edhe një tjetër i dërguar nga bitë e Mutalibit. Ai i tha edhe një tjetër, pasi 2 klanet e Mutalibit dhe Hashimit shiheshin shpesh si një. Pastaj, duke dashur të largonte zymtin, ju drejtua të gjithëve: pasha Zotin, nuk do të kthehemi pa shkuar në Bedr. Do rim atje 3 ditë. Do therim deve e gostitemi duke derdhur verën lumë. Këngëtarët do të kërcejnë të këndojnë për ne. Arabët do të dëgjojnë për marshimin ton, përpara dhe mbledhjen ton të fuqishme. Do të mahnitem me ne për gjithmonë, përpara në Bedr. Ahnas ibn Shariku kishte dalë me Zuhrejt, të cilët i kishte aleat edhe i nxiti të mos i vinin vesh Ebu Gjelit, kështu që ata u kthyen nga Gjufa në Me. Çdo njeri prej tyre. Dhe Talibi u kthye me të afërmit e tij, sepse kishte shkëmbyer fjalë me disa Kurejsh që kishin thënë: o bijtë e Hashimit, e dim që edhe pse keni ardhur me ne, zemrat i keni me Muhamedin. Por Abasi vendosi të vazhdonte për në Bedr, me pjesën tjetër të ushtrisë, dhe mori me vete 3 nipat e tij, Ebu Sufjanin e Neufelin, bijtë e Harithit dhe Akilin, të birin e Ebu Talibit, Matan Kodres. Paksa në virlindje muslimanet po linin kapin. I dërguari e dinte se ishte detyrueshme që të mbërrinin ujin e Bedrit për armikut, kështu që dha urdhër për mësymie të menjëhershme. Jo shumë pas ishin nisur filloi të binte shi, dhe ai ju gëzua si shenjë favori nga Zoti. Bekim me siguri, ai i freskoi njerëzit dhe e shtroi pluhurin duke bërë të parashitshme dhe të butë rërën e luginës së Jeljelit, ku po marshonin tani, por do të pengonte armikun, të cilët i duhej të ngjiste shpatet e Akankalit, që shtrieshin në të majtë e muslimaneve në anë të kundërt të luginës me Bedrin. Puset ishin të gjitha në rëpirat e ulëta të anës më të afërt, dhe i dërguari urdhëroi të ndaleshin të pusi i parë që mbërritën. Por një Hazreq, Hubab ibn el Mundhiri, erdhi dhe tha: o i dërguari i Zotit, ky vend ku jemi? A të ka shpallur Zoti që nuk duhet as të bëjmë përpara, as të tërhiqemi prej tij, apo është çështje opinioni dhe strategjie luftarake? Ai tha se ishte thjesht çështje opinioni. Më çrast, Hubabi vazhdoi: ky nuk është vendi për të ndalur, por merrna më tej, o i dërguari i Zotit, gjersa të mbërrim atë pusin e madh që është më pranë armikut. Atje të ndalojmë dhe t'i bllokojmë pusët që ndodhen me ata, duke bërë vetes një cistern. Atëherë do ta luftojmë armikun dhe i tër ujë do të jetë i yni për të pirë, e ata nuk do të kenë as pak. I dërguari u pajtua me njëherë. Dhe plani i Hubabit u ndoq me hollësi. Pusët e mëtejshme u bllokuan, e cisterna u ndërtua dhe secili mbushi calikun e vet. Atëherë Sad ibn Muadhi erdhi te i dërguari dhe tha: o i dërguari i Zotit, të ndërtojmë një streh për ty e t'i mbajmë devet e udhimit gati për saj. Atëherë do të përballemi me armikun, dhe nëse Zoti na forcon e na bën ngadimtar ndaj këtyre, kjo është ajo që dëshirojmë me ëndje. Por nëse jo, ti mund të ngash devet e t'i bashkohesh atyre prej nesh që këllën pas. Sa për disa prej tyre që nuk dolen me ty, o pejgamberi i Zotit, as dashuria jon për ty nuk është më e madhe se e tyrja, e as nuk do të kishin qëndruar pas, po ta kishin ditur se do të ndeshje luftë. Përmes tyre, Zoti do të të mbrojë, dhe ata do të të japin këshill të mirë, dhe do të luftojnë për krah teje. I dërguari e lavdroi dhe luti bekime mbi të, dhe streha u sajua me deg palmash.
Atë natë, Zoti dërkoi një gjumë të paqë mbi besimtarët, dhe ata zgjuan të freskuar. Ishte premte 17 mars 623, ose 17 Ramazan i vitit dytë. Me të zbardhur dita, Kureshët mashruan përpara dhe ju ngjitën kodës së Akankalit. Dielli ishte tashmë lart kur mbërritën majën, dhe kur i pa në kuajt e tyre të shumë stërisur, tek zbrisnin shpatin për në luginën e Jeljelit, drejt Betrit, i dërguari u lut: O Zotja, Kureshët kanë ardhur në arogancën dhe kotësinë e tyre, duke të kundërvënë ty dhe për gënjeshtruar të dërguarin tënd. O Zot, dhuroje na ndihmën tënde që na ke premtuar. O Zot, këtë mëngjes shkatroi. Ata fushuan në rrezë shpatit, dhe nga se muslimanët ju duken më të paktë se çprisnin, ata dërguan Umerin e xhumave mbi kal për të peshuar numrin e tyre dhe shikuar nëse kishin përforcime nga pas. Ai raportoi se nuk ishte gjumë trupash të tjerë veç atyre që ishin përballë në anën tjetër të luginës. Por o Kurejsh, shtoi ai, nuk mendoj se ndukush prej tyre do të vritet pa vrarë më parë dikë prej jush, dhe po vran nga ju atë sa numri tyre që më mirë i mbetet jetës pëskëtaj. Umeri kishte namin e një farë parashikuesi në kënd Mekës, dhe kjo u shtonte pesh fjalëve të tija. Me të mbaruar ai, Hakim i Esedëve, një pi Hatixhës, shfrytëzoi rastin dhe eci në këngë për gjatë kampit, derisa erdhi te burrat e Abdushemsit. Ebu Velid, i tha Utbes, ti je më i madh i Kureshëve, zotriu i tyre dhe ai të cilit i binden. A dëshiron të kujtohesh me lavdimes tyre deri në fund të kohës? Si kështu, tha Utba. Kthej burrat mbrapsht, tha Hakimi, dhe merre përsipër shkakun e aliatit tënd të vrarë Amrit. Ai donte të thoshte që Utba duhej të eliminonte njërin nga arsyet e forta për luftim dhe tu paguante zhdëmtimet e gjakut të afërmve të njeriut që kishte vrarë në Nahla, vëllai të cilit Amiri kishte ardhur në të vërtetë t'i merrte hakun në mejdan. Utba u pajtua të bënte gjithçka që ai tha, por nxiti të shkonte të vriste me Ebu Xhelin, personin me gjasa më të forta për të ngulmuar për luftë. Ndërkaq u drejtua trupave me fjalët: Burra Kurejsh, nuk do fitoni asgjë duke luftuar Muhamedin dhe shokët e tij. Nëse i poshtroni çdo njeri nga ju, do ta shoh përgjithmonë me neverinë e fytyrë atë që i ka vrarë Xhaxhain ose Kushëririn apo ndonjë të afërm të tjetër. Ndaj ktheuni mbrapsht dhe lëruani Muhamedin arabëve të tjerë. Nëse vrasin, kjo është ajo çka dëshironi. Nëse jo, do të shoh se keni treguar vetë përmbajtje ndaj tij. Padyshim, ai deshi t'i afroi Amir Hadramiut me njëherë për t'i paguar zhdëmtimin për të vëllain. Por Ebu Xheli u tregua tepër i shpejt për të. Ai e tadhi Utben si burracak, se kishte frikë vdekjen për vete për të birin e Ebu Hudhejfe, i cili ishte në radhët e armikut. Pastaj u kthye Amirit dhe nxiti të mos e linte të rëshiste rasti për hakmarrjen e të vëllait. Qohu dhe kujtojua betimin tënd për vrasjen e të vëllait. Amiri brofi në këmbë dhe duke qelë i gjindosur robat, filloi të lëshonte zëra vajtues me sa frym kishte. Me det për Amirin, kështu që zjarri i luftës u ndez dhe shpirtat e burrave u ndeshën me dhunë, dhe ishte kohë që Utba ndokush tjetër të përpiqej t'i kthente mbrapsht. Përthithja tashmë e përgjithshme në përgatitjet përfundimtare për betejë i dha dikujt mundësinë që kishte pritur. Nga frika se mos ikte në mungesë të tij, Suhejli e kishte sjellë birin Abdullahu me vete në Bedr. Umeja, kryetari i Xhuamaheve, kishte bërë të njëjtën me të birin e tij Aliun, të cilin e kishte detyruar të praktiste Islamin, por ndryshe nga Aliu që lëkundej, Abdullahu ishte i patundshëm në besimin e tij
dhe duke ju shqitur nga sytë kampit pas një kodrine aty pranë, a i kaloi shpejt ma tanë rërave të pasheshura për të kampi musliman, ku shkoi drejtet e i dërguari, dhe gëzimi u pa në fytyrat e të dyve. Pastaj a i përshëndeti lumturisht dy kunetërit e tij, Ebu Sabrin dhe Ebu Hudhejfan.